Gjykata kushtetuese në Kosovë ka rrëzuar dekretin e presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e parlamentit. Presidentja Vjosa Osmani ka mirëpritur vendimin e gjykatës së kushtetuese për vlerësim të dekretit të saj për shpërndarjen e kuvendit, teksa është shprehur se marrja e detyrës si kryetare e Republikës 5 vjet më parë nuk ka qenë kulmi i karrierës së saj, por vetëm fillimi. 5 vite më parë kur mora detyrën si presidente e vendit, nuk e pash atë si një kulm të rrugtimit tim, sepse realisht nuk ishte. Ishte një fillim. Ishte pikrisht ai moment kur filloi përgjegjësia më e lartë. Sepse kalimi nga përfaqësimi në përgjegjësi është një nga proceset më të vështira në politikë. Sepse aty përfundon simbolika dhe fillon pesha reale e vendimeve. Gjatë këtyre viteve kemi bërë përparim. Institucionet janë forcuar, hapësira për gratë është zgjeruar, dhe ndoshta më e rëndësishmja, kemi dëshmuar se leadershipi me integritet nuk është dobësi, por është standard. Është standard i cili duhet të vazhdohet. Në akt të gjykimin e publikuar, gjykata kushtetuese ka pretenduar se dekreti presidentes Osmani nuk prodhon asnjë efekt juridik. Në vendimin e saj, kushtetuesja ka deklaruar gjithashtu se deputetët kanë edhe 34 ditë afat për të zgjedhur presidentin e ri të kuvendit. Ky vendim vjen pasi në fillim të këtij muaji, gjykata kushtetuese kishte pezulluar përkohësisht deri më 31 mars dekretin e presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit.